Pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV për të komentuar dinamikat edhe ngjarjet më interesante. Jemi në ethet e finales të madhe. Deri më tani në këtë ditë që kemi arritur, kemi vetëm një finalist. Dhe ajo është Selin Bollati. Pikpyetjet janë shumë të mëdha. Kemi pikpyetje të ndryshme nga publiku shqiptar dhe mesazhe që mua më kanë ardhur. Tiron më jep 4 emrat e finalistëve. Çuditërisht nga vitet e kaluara që kemi patur 5, këtë vit i kemi 4. Tani a do t'jenë 3 meshkuj dhe një femër apo do t'jenë 2 femra dhe 2 meshkuj? Mendoj që produksioni duhet të respektoj barazin gjinore. Por në këtë rast do më thënë kemi banor shumë të fuqishëm. Fillimisht njëherë do të nis prej Brikenës. Brikena duhet të jetë në finalen e madhe. Mendoj që me patjetër që duhet të jetë në finalen e madhe. Do t'ishte çnjerëzore të mos kishim një shqiptar të Kosovës në finalen e madhe. Mendoj që nuk do t'ishte fare e bukur dhe jam i bindur që Brikena do t'jetë banorja që do të shkelën finalen e madhe dhe do t'jetë një mrekulli në natën e kësaj finales. Do me thënë jam i bindur tek Brikena që duhet jetë. Fillimisht njëherë që është e vetmja banore nga Kosova dhe së dyti që 2 femra duhet me patjetër të jenë në finalen të madhe. Tani a ka bërë loj Brikena, nuk ma merr mendja që ka bërë më shumë loj se Miri, se Rogerti, se Mateo, por ka qenë protagonist, do me thënë të gjithë banorët kanë qenë të përfshirë në lojën e Brikenës, kanë qenë të përfshirë në dinamikat që Brikena ka krijuar brenda shtëpisë së Big Brotherit. Banori i dytë, Rogerti, i cili është një pikpyetje të madhe, a do t'jetë pjesë e finales. Tani unë nuk dua të besoj që Rogerti mund të ketë nënshkruar një kontratë me produksionin që të afrohet deri në prag të finales edhe të largohet. Pa marrë parasysh që ka qenë një personazh negativ, do me thënë ka përzgjedhur anën më të keqe të tij për t'i treguar publikut, unë mendoj që Rogerti i dha dinamika asaj shtëpie. Rogerti e bëri shtëpinë që të jetë shtëpia më e përfolur, që të jetë shtëpia më e ndjekur, sepse shqiptarët ishin kureshtar të shohin se çfarë loje do të bëj Rogerti, se çfarë dinamikash do të sjell Rogerti dhe çfarë mekanizmi do të përdor Rogerti brenda shtëpisë së Big Brotherit. Do me thënë, po bështe një lojë interesante brenda këtij formati dhe mendoj që Rogerti e meriton që të jetë në finale, pa marrë parasysh që ka qenë personazh negativ. Do me thënë, në finale gjithmonë shkon pozitivi dhe negativi, nuk mund t'i çojmë të gjithë të mirët. Mateo, tani do me thënë do t'jetë pak interesante në qoftë se Brikena shkon në finalen e madhe, atëherë Mateo nuk do t'jetë pjesë e finales. Nuk kupton që njëri prej këtyre të dyve do të largohet, se nuk mundet që të shkojnë çifti bashkë në finale. Edhe pse nuk është e për t'u habitur, për shembull vitin e kaluar e kemi patur Eglin dhe Gjest çift në finale, kemi patur Heidin dhe Romeon çift në finale, do të thënë nuk është era e parë që një çift mund të shkonte në finale. Unë mendoj që Mateo e meriton finalen, ka dhënë energji në këtë shtëpi, ka qenë poli kundërt i Rogertit, do me thënë kanë qenë këto të dy që i kanë patur polet në shtëpi, edhe pse u komentua njëherë si Selina që mund të ishte kryesuesja e poleve, por jo, do me thënë Mateo është kryesori dhe ka mbajtur fort këtë armën dhe ka një fanbase, ka një publik që e do e admiron dhe që duhet të jetë në finale. Dhe së fundmi Miri, mendoj që Miri finalen e arriti nëpërmjet krevatit, nuk është se ka patur ndonjë strategji dhe ndonjë lojë, nuk është se ka patur ndonjë mekanizëm interesant. Tani jam pak konfuz në fakt për Temiri që do të jetë në finale, edhe pse shikoj që ka një afeksion të madh, ka një mbështetje të madhe nga produksioni, por është një pikpyetje e madhe për Mirin që të jetë në finale. Tani nëse më pyesin se kush do të jenë 4 finalistët, unë mendoj që është Mateo, është Brikena, është Rogerti dhe është Selin nga ana e publikut. Këtu tani do me thënë hiqur Mateon, futur Mirin, nga ana e analizës time mendoj që fituesi këtij Big Brotheri do të jetë Rogerti, sepse ka patur një mbështetje jashtëzakonisht të madhe edhe nga produksioni, ndërsa nga ana e produksionit mendoj që mund të jetë fitues Miri, sepse kohën e fundit i kanë dhënë një mbështetje pak më të gjerë, përfshirë këtu edhe Monikën.
por në thelb doja që fituesja e këtij formati të ishte një femër, sepse kemi patur fitues gjatë gjithë kohës meshkuj dhe mendoj që fitoren e këtij Big Brotherit e meriton Selin.